Në konferencën e radhës të shoqatës së invalidëve të punës, Dega e Pogradecit ka ngritur shqetësimin mbi masën e pensionit të pamjaftueshëm për ta. Ata kërkojnë ribursim të ilaçeve nga shteti, ndërsa nga pushteti vendor kërkojnë përjashtim nga taksat vendore për antarësinë e tyre. Ata kërkuan gjithashtu shtim të vendeve të parkimit në institucione si banka, spitale, pazarin dhe terminalin e qytetit. Marë 200.000 lekë me gjithë të bashkërisë. Jepja një ato të kryeministrit, po rojti 10 orë, pa le të tërmuaj. Si nuk e marrë njërë parasysh këtë? Po dalë të është turp, kemi punuar 20 e ca vjetë punë. Edhe të marrish 200.000 lekë të vjetra, po skandal. Vemi marrim se s'kemi çbejnë, se s'dalim. Në 150-120 marrim ilaç. Mësohet se pas votimit të bërë në konferencë, u rizjodh kryetari i shoqatës së invalidëve të punës Pogradec, Dritan Balliu. Ne kemi propozuar dhe deri në shtator nuk kemi që bëjmë, sepse deri me krijimin e qeverisë së re, kemi bo një kramarje. Çfarë do të thotë kramarje? Kemi punuar, do të kemi diçka parasysh se sot do të kesh një lobim me institucionet ndërkombëtare. Jemi plotësisht dakord me ata që thua, sepse paga minimale duhet ta marrë pensionin e invaliditetit apo pensionin e pleqërisë me vete, po unë nuk flas për pensionin e pleqërisë, sepse edhe ai duhet, por unë flas për pensionet e invaliditetit. Dhe është propozuar dhe është një ide, po këtë nuk mund ta konfirmoj sepse akoma në diskutim. Është ideja që të merret 40% e pagës të dikurshme kur ka dalë invalid personi tjetër,